Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, po ndiqni lajmet e gjuhës shqipe në televizionin K3. Asnjë qendrim zyrtar nuk u dha se çka prodhoi ky takim dhe se a do të respektohet afati prej 11 majit. Jam në kontakt me të gjitha liderët e partive politike, sot jam këtu për tjetër temë, por do të jemi në kontakt dhe do të mundohemi të ndihmojmë Maqedonisë që të dalë nga kjo krizë, tha James Bailey, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni. Ne i bëjmë apel partive politike sepse kanë mbetur pak ditë deri më 11 maj për zbatimin e plotë të marrëveshjes së Përzhinës. Kjo është baza për zgjedhje, u shpreh Stefan Shena. Asambleisti i Këshillit të Evropës Stefan Shena i tha qartë të njëjtën e kaluar se cili është afati të cilin duhet i përmbahen 4 nënshkruesit e Përzhinës. Të martën Zoran Zaev, si hisedar i Paktit të Përzhinës, tha se nuk tërhiqet nga bojkoti i zgjedhjeve të 5 qershorit pa u përmbushur kushtet. Kushtet tona i kemi bërë publike, tërheqja e abolimit dhe thirrja e kuvendit që të përmbushen kushtet për zgjedhje të rregullta. Sigurisht nëse nuk ndodh kjo, ne jemi këtu që t'i vazhdojmë bisedimet si partner konstruktiv në procesin negociues dhe të bisedojmë për detaje, si për zgjedhje po ashtu edhe për kërkesat të cilat janë parashtruar gjatë kësaj periudhe, tha Zoran Zaev, kryetar i LSDM-s. Faktori ndërkombëtar po vazhdon të ketë konsulta private kokë më kokë me liderët. Ambasadori amerikan dhe ai europian James Bailey dhe Ivo Orav sot takuan kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi dhe folën për krizën aktuale. Asnjë qendrim zyrtar nuk u dha se çka prodhoi ky takim dhe se a do të respektohet afati prej 11 majit. Por pasdite diplomati amerikan tha se takimet me palët nuk janë ndalur. Jam në kontakt me të gjithë liderët e partive politike. Sot jam këtu për tjetër temë, por do të jemi në kontakt dhe do të mundohemi që të ndihmojmë Maqedonisë që të dalë nga kjo krizë, tha James Bailey, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni. Jo zyrtarisht mësohet se zyrtar të lartë europian kanë kërkuar nga 4 partitë politike nënshkruese të marrëveshjes së Përzhinës që të ulen prap në tavolinë dhe të vazhdojnë dialogu. Dy partitë në koalicion qeveritar thonë të mos ketë ndryshuar qëndrimin e tyre sa i përket datës së zgjedhjeve më 5 qershor. Por Bashkimi Demokratik për Integrim ka dhënë sinjale te europianët se nuk shkohet në zgjedhje nëse nuk marrin pjesë të gjitha partitë. Gjermania cakton përfaqësues për zgjidhjen e krizës në Maqedoni. Përfaqësuesi special në koordinim me përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të ndërmjetësojë në zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Shefi i diplomacisë gjermane Frank Steinmeier ka caktuar përfaqësues special për Maqedoninë, i cili do të duhet të ndërmjetëson në zgjedhjen e krizës politike. Këtë pasdite ka publikuar Ministria e Punëve të Jashtme në profilin e tyre zyrtar në rrjetin social Twitter. Përfaqësuesi special në koordinim me përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thuhet në njoftim, do të ndërmjetësojë në zgjedhjen e krizës. Ministri për Punë të Jashtme Steinmeier ka caktuar përfaqësues special për Maqedoninë. Ambasadori Hajdel do të koordinohet me përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përkraje të tentativave për ndërmjetësim, qëndron në komunitetin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Gjermanisë. Komisioni Evropian, zyra në Bruksel, informohemi se në momentin që propozimi për heqjen e vizave për kosovarët miratohet nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli Evropian, qytetarët e Kosovës me pasaporta biometrike nuk do të kenë nevojë më për viza. Në fjalimin e tij para gazetarëve, komisioneri Evropian Dimitris Avramopoulos, pas njoftimit për dhënien e rekomandimit për liberalizimin e vizave për Kosovën, tha se Kosova duhet ende të bëjë punë që të shkohet më hapa të sigurt drejt Bashkimit Evropian. Ai tha se duhet të përmbyllet marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi dhe të fuqizohet intensiteti i luftës ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërsa u shpreh besim plot se Parlamenti Evropian duhet ta miratojë këtë rekomandim dhënë nga Komisioni Evropian.
Europian. Sipas një njoftimi të dërguar nga Komisioni Europian, zyra në Bruksel, informohemi se në momentin që propozimi për heqjen e vizave për kosovarët miratohet nga Parlamenti Europian dhe Këshilli, qytetarët e Kosovës me pasaporta biometrike nuk do të kenë nevojë për vizë kur udhëtojnë për qëndrime të shkurtëra deri më 90 ditë në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Përjashtim nga kjo listë bëjnë Irlanda dhe Mbretëria e Bashkuar, si dhe në 4 vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, të përfshira në Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegjia dhe Zvicra. Sipas Avramopoulos, mendohet se finalizimi i këtij procesi nuk do të zgjasë më shumë se 3 muaj. Acarohen marrëdhëniet Rusi-NATO. Rusia zbarkon divizione të reja. Ministria e Mbrojtjes po ndërmerr një sër masash për t'u përgjigjur zbarkimit ushtarak të NATO-s. Në kufi të rus, ka thënë ministri rus i mbrojtjes Sergej Shoigu. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë se do të zbarkoj edhe 2 divizione të reja në perëndim dhe në jug, siç thuhet, për të vënë një balans në raport me rritjen e pranisë ushtarake të NATO-s afër kufijeve rus. Ministria e Mbrojtjes po ndërmerr një sër masash për t'u përgjigjur zbarkimit ushtarak të NATO-s në kufijt rus, ka thënë ministri rus i mbrojtjes Sergej Shoigu. Edhe më herët ishte raportuar në mediat ruse se janë disa divizione të reja ushtarake prej 1000 trupash të cilat do të zbarkohen në regionin e Rostovon-Donit, Smolenskit dhe Vronezhit. NATO-ja në mënyrë të vazhdueshme ka shtuar praninë ushtarake në Poloni, në shtetet baltike dhe në lokacione tjera rreth kufijve rus që nga viti 2014. Aleanca veprimin e ka arsyetuar me nevojën për të rritur sigurinë në Evropën jugore për shkak të agresionit rus. Pas një periudhe të mendimit dhe shumë viteve në futboll, mendoj se është koha e duhur që të pensionohem, deklaroi Toni gjatë një konference për mediat të mërkurën. Sulmuesi i Veronas Luka Toni ka bërë të ditur se do të pensionohet nga futbolli pas përfundimit të këtij sezoni. Ish reprezentatuesi italian nuk do të luajë në ballafaqimin e fundit të Veronas në Serie A kundër Palermos në Sicili, por dëshiron të tërhiqet në stadi Bentegodi të dielën në duelin ndaj Juventusit. Pas një periudhe të mendimit dhe shumë viteve në futboll, mendoj se është koha e duhur që të pensionohem, deklaroi Toni gjatë një konference për media të mërkurën. Këto kanë qenë javë të vështira dhe një vendim i vështirë, andaj do të jemi gëzuar por edhe i pikëlluar prej tani deri të dielën, shtoi ai. Toni ndihmoi Veronën të mbetet në Serie A gjatë edicionit të kaluar me 22 gola, por ai ka shënuar vetëm 3 herë për ekipin që tashmë është përshëndetur nga Seria A. Informacioni i parafundit për sot, parashikimi i motit. Sot në mbar vendin ishte moti i ngrohtë dhe me diell në temperatura të ndryshueshme. Në disa vende pati edhe rreshje të kopaskoshme të shiut. Temperaturat e paraditës lëvizën nga 3 deri në 6 gradë Celsius, ndërka gjatë ditës nga 13 deri më 23 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, me informacionin e fundit për sot, po e përmbyllim këtë edicion lajmesh. Ishte ky e tëra që kishim përgatitur për ju. Natën e mirë.